vazhdojmë me çfarë do flasim sot dhe çfarë janë tjetër meshkujt. Përveç romantik. Të njëjtë. Gënjeshtar, mashtrues. Po, dhe thënë kjo, ne kemi bërë një pyetje shumë interesante që do thoni cila është pyetja. Cila është gënjeshtra më e madhe që ju ka thënë një mashkull? Një feshkull. Për një feshkull. Nuk ka shumë, në fakt. Jo, pak, absolutisht. Jo. Meshkujt janë shumë të vërtetë. Meshkujt janë një gënjeshtër që ecë. Asgjë s'është reale. Cila mendoni ju që është gënjeshtra e parë që dëgjoni shumë shpesh? 1, 2, 3. Të dua. Mos. Absolutisht. Mos. Dua pastaj. Është gënjeshtra më e përdorur dhe më besueshme pa vërtet. E besueshme, besojmë deri në ditën e fundit, po vijon dhe me ti je vetëm ja për mua, nuk kam si për njëri tjetër. Ti je nëna e fëmijëve të mi. Absolutisht. Është dhe ajo tjetra, ti je vetëm ja femër në këtë planet për mua, dhe ja foto, po ne tjerat ku do jetoj? Jo, mos harro, nuk kam dashur kurr askë si ty. Tani, kjo ishte gënjeshtra radhës. Kjo ishte një tjetër që më ka vdekur ishi në një aksident dhe ndërkohë e vdekura u ringjall dhe më shkruajti mua. Pra ti tipit i kishte vdekur ishi dhe ajo nga varri ka marrë telefonin dhe i ka shkruajt, kësaj i ka thënë unë të shoh ty që je me. Moj, nuk është normale, ai mund ta gënjej, mund ta ndar. Nuk e di, çdo lloj gënjestre e mundshme, po pse duhet të shpifësh njerëz kanë vdekur? Është e frikshme. Ku arrin një mashkull? Ajo ka vdekur dhe ku në një aksident. E kuptoj, edhe specifikon se nga çka ka vdekur. Ndoshta ai unë mendoj e don ishin akoma, si mendon ti dhe ka dashur që ta kamufloj kur mendon për ishin. Absolutisht. Edhe qan për ishin. Jo, ai mundi duke qaf për ishin dhe thotë kjo, pse po qan? Dhe thotë po qaj për ishin. Thotë po pse se ka vdekur në një aksident dhe ka thënë pa dashje dhe ka ngjetur. Më duket e bëshme. Totalisht. Do kthehem, më prit, kishim 5 vjet bashk. Dhe nuk u kthy. Tani nga kjo goca, edhe kur kam postu dua një histori, do kthehem nga ku? Ku ishte? Ku iku? Ku shkoi? We wanna know. Kishte 5 vite më kurr. Iku të blej qumësh. Mo tani 5 vite gjithë e prisnin deri diku në një pikë. Do prit, kishim 5 vjet bashk, po ku vajti i uruari që ta presin se e presin bashkarisht. Ndoshta ka shkuar jashtë ose në burg. Ose Karamren. Karamren. Po s'është kthyer. Ajo nuk ka Karamren. S'ka Karamren. Nga burgu dhe zgjodhi kjo e priti gazeti, më dëgjosh dashnore në burg. Kjo është. Ja, ose nuk bë. Nëse me çka ka ndal emra vërdall. Është një Barceleta, ama gjatë. Ishte një burgosur, edhe u aratis ka burgu. Okej. Edhe u aratis në orën 5, shkoi në shtëpi në orën 8. I thotë gruaja më fal, unë të kam pa lajme që i aratis në orën 5, u ke qenë 3 orë. Dhe i kthehet në burg prapë. Kështu që mund të qenë ky rasti. Ndonjëherë problemi je ti vet. Nëse ti e problemi futu në burg. Me kam dëtuar. Gënjeshtra tjetër është nuk të kam rrit asnjëherë. Fjalën e rren e ka pas domethënë gjithkohës. A ka thënë mbrapa më vdekshin ropt? Më vdekshin ropt, nuk të kam gënjur kurr. Vulën. Absolutisht. Jam beqar. Kështu e ka shkruar. Jam beqar. Që shumë nga studio. Është klasike dhe kjo. Absolutisht. Domethënë, atë e pret gruaja me 2 fëmijë ndark dhe është beqar. Në Instagram është beqar. Ai është ka njerëz që identifikohen si qen. Ai mos identifikohen si beqar. Shtonte në Instagram vajza dhe më thoshte i kam kushërira, rrini jashtë shtetit dhe më ka thënë mami që duhet u rri. Niveli i kreativitetit 10-10 ju beton. Po si mund të shtosh her pas here në Instagram, domethënë ti rri një javë dhe gjen në një kushërir të re. A nuk ka ndodhur të shkosh me ai dastëm ku ke qenë më e vogël e thotë ma, e ke kushuri, se mos martoheni bashkë nesër pas nesër po ngacmoheni. Mu më ka ndodhur dhe mami, shifi këto gjithë ke kushuri. Mos se mos ngacmoheni, se snifeni. Pyetje, a mban mend ti ndonjë nga ata kushëritë? Absolutisht. Më gjen gjumën e garrige me shumë mundësi. Unë mendoj që do të bëjmë një episod për të gjithë gënjeshtrat që çunat thonë kur ne pyesim kush është ajo goca. Absolutisht, mbajni shnim këtë. Po ne do mbaj. Po vetë mbajni shnim e stafi. Dua pak pauzë, është më mira për të dy. Absolutisht. Pauza kishte brenda një bjonde dhe një flok kuqe. Qa goxha pauzë.
Mega pauzë. Super pauzë. Pauzë me goxha potencial. Janë ta çunat që mendojnë që pauza do japi zgjidhje, do shërojë çdo gjë në lidhjen e tyre. Ndërkohë mendoj që ndërsa ja ka kërkuar pauzën, ka qenë me të dyja? Patjetër, me të dyja vetë vesh dhe jo në të njëjtën kohë. Unë mendoj që ka qenë me të dyja bashkë. Me të dyja bashkë. Ka qenë në studio për manuale, me të kuqe. Red room, okay? Je vajza e ëndrave të mia. Por unë për momentin kam rënë pak në depresion dhe nuk rritot në lidhje. Je vajzë ëndrëve të mia, por për momentin nuk po shoh të ëndra më edhe ngelëm këtu. Për momentin dukesh si mak. Shikoj se ndoshta vajza është mërzitur, po janë shumë fan edhe ju keni qeshur vetë kur i keni shkruar. Ka shumë Ma pa. Ándale.